Data 12 prill. Levitiku, kapitulli 16. Zoti I foli Mojsiut mbas vdekjes së dy bijve të Aronit, që vdiqen kur u paraqiten para Zotit me zjarr të ndaluar. Zoti I tha Mojsiut: "Foli Aronit, vëllait tënd, dhe thuaj të mos hyjë në çfarëdo kohe në shenjtërore, përtej perdes, përpara pajtuesit që ndodhet mbi ark, që të mos vdes, sepse unë do të shfaqem në ren mbi pajtuesin. Aroni do të hyjë në shenjtërore në këtë mënyrë: do të marrë një dëm të vogël për flijimin për mëkatin dhe një dash për holokaustin. Do të veshë tunikën e shenjtë prej liri dhe do të mbajë mbi trupin e tij pantallona prej liri. Do të ngjesh brezin prej liri dhe do ta vërë mbi kokë çallmën prej liri. Këto janë veshjet e shenjta. Ai do t'i vesh pasi ta ketë lartë trupin me ujë. Nga asambleja e bijve të Izraelit do të marrë 2 cjep për flijimin e mëkatit dhe një dash për holokaustin. Aroni do të ofrojë demin e vogël për flijimin e mëkatit që e ka për vete dhe do të bëjë shlyerjen për vete dhe për shtëpinë e tij. Pastaj do t'i marrë të 2 cjept dhe do t'i paraqesë përpara Zotit në hyrjet e çadrës së mbledhjes. Aroni do t'i hedhë në short 2 cjept. Njëri prej tyre do të caktohet për Zotin dhe tjetri do të shërbejë si cjap për shlyerjen e fajit. Aroni do ta afrojë cjapin e caktuar për Zotin dhe do ta ofrojë si flijim për mëkatin. Por cjapi I caktuar si cjap fajshlyes do të paraqitet I gjallë para Zotit me qëllim që mbi të bëhet shlyerja dhe për ta quar pastaj në shkret e tjerë si cjap fajshlyes. Aroni do të ofrojë pra demin e vogël të flijimit për mëkatin dhe do të bëjë shlyerjen për vete dhe për shtëpinë e tij dhe do të therrë demin e vogël të flijimit për mëkatin për vete. Pastaj do të marrë një temjanic plot me qymyr të ndezur të marrë nga altari përpara Zotit dhe do t'i ketë duart e tij të mbushura me temjan të parfumuar në pluhur dhe do të çojë çdo gjë matan velit. Do të vërë temjanin mbi zjarr përpara Zotit, me qëllim që reja e temjanit të mbulojë pajtuesin që është mbi dëshminë, kështu ai nuk do të vdes. Pastaj do të marrë ca gjak të demit të vogël dhe do ta spërkat me gishtin e tij mbi pajtuesin nga ana lindore. Do të spërkat 7 herë, edhe pak gjak me gishtin e tij përpara pajtuesit. Pastaj do të therrë cjapin e flijimit për mëkatin, që është për popullin, dhe do të çojë gjakun e tij matan velit, dhe do të bëjë me këtë gjak atë që ka bërë me gjakun e demit të vogël, do ta spërkat mbi pajtuesin dhe para pajtuesit. Kështu do të bëjë shlyerjen për shenjtëroren, për shkak të papastërtive të bijve të Izraelit, të shkeljeve të tyre dhe të gjitha mëkateve të tyre. Do të veprojë në të njëjtën mënyrë për çadrën e mbledhjes, që mbetet midis tyre në mes të papastërtive të tyre. Në çadrën e mbledhjes, kur ai do të hyjë në shenjtëroren për të bërë shlyerjen, nuk do të ketë njeri, derisa ai të ketë dalë dhe të ketë bërë shlyerjen për veten, për shtëpinë e tij dhe për tërë asamblenë e Izraelit. Ai do të dalë drejt altarit që ndodhet para Zotit dhe do të bëjë shlyerjen për të. Do të marrë ca gjak nga demi I vogël dhe ca gjak nga cjapi dhe do ta vërë mbi brirët e altarit rreth e qark. Pastaj do të spërkat ca gjak mbi të, me gishtin e tij 7 herë me radhë. Kështu do ta pastrojë dhe do ta shenjtërojë nga papastërtitë e bijve të Izraelit. Kur të ketë mbaruar se kryeri shlyerjen për shenjtëroren, për çadrën e mbledhjes dhe për altarin, do të afrojë cjapin e gjallë. Aroni do të vendosë të dyja duart e tij mbi kokën e cjapit të gjallë dhe do të rrëfejë mbi të tërë padrejtësitë e bijve të Izraelit, të gjitha shkeljet e tyre, tërë mëkatet e tyre dhe do t'i vërë mbi kokën e cjapit. Pastaj do ta çojë në shkret e tij me anë të një njeriu të zgjedhur enkas. Cjapi do të mbartë mbi vete në tokë të vetmuar të gjitha padrejtësitë e tyre dhe ai njeri do ta lërë të shkojë në shkret e tij. Pastaj Aroni do të hyjë në çadrën e mbledhjes, do të zhveshë rrobat e tij prej liri që kishte veshur për të hyrë në shenjtërore dhe do t'i lërë aty. Do të lajë trupin e tij me ujë në një vend të shenjtë, do të veshë rrobat e tij dhe do të dalë për të ofruar holokaustin e tij dhe holokaustin e popullit, dhe do të bëjë shlyerjen për vete dhe për popullin. Pastaj do të tymos mbi altar dhjamin e flijimit për mëkatin. Ai që e ka lëshuar cjapin e zgjedhur si cjap fajshlyes do të lajë rrobat e tij dhe trupin e tij me ujë dhe mbas kësaj mund të kthehet në kamp. Do të çohen pas kësaj jashtë kampit demi I vogël I flijimit për mëkatin dhe cjapi I flijimit për mëkatin, gjaku I të cilit është quar në shenjtërore për të bërë shlyerjen. Dhe do të djegin në zjarr lëkurët, mishin dhe ndyrësitë e tyre.
Pastaj ai që i djeg do të lajë rrobat dhe trupin e tij me ujë. Pas kësaj ai mund të kthehet në kamp. Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm. Në muajin e 7, ditën e 10 të muajit, do të përulin shpirtrat tuaj dhe nuk do të kryeni asnjë punë, as ai që ka lindur në vend, as i huaj që banon midis jush. Sepse atë ditë prifti do të bëjë shlyerjen për ju, për t'ju pastruar me qëllim që të jeni të pastruar nga tërë mëkatet tuaja përpara Zotit. Është për ju një shabat madhështor pushimi dhe ju do të përulni shpirtrat tuaj. Është një ligj i përjetshëm. Prifti që është i vajosur dhe që është shenjtëruar për të shërbyer si prift në vend të atit të tij, do të bëjë shlyerjen dhe do të veshë rrobat prej liri dhe rrobat e shenjta. Ai do të bëjë shlyerjen për shenjtëroren e shenjtë, do të bëjë shlyerjen për çadrën e mbledhjes dhe për altarin. Do të bëjë njëkohësisht shlyerjen për priftrind dhe për tërë popullin e asamblesë. Ky do të jetë për ju një ligj i përjetshëm, për të shlyer mëkatet e bijve të Izraelit, për të gjitha mëkatet e tyre një herë në vit. Dhe Mojsiu bëri ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. Psalmi 19. Qiejt tregojnë lavdinë e Perëndisë, dhe kupa qiellore shpall veprën e duarve të tij. Një ditë i flet tjetrës dhe një natë ja tregon tjetrës. Nuk kanë gojë, as fjalë, zëri i tyre nuk dëgjohet, por harmonia e tyre përhapet mbi gjithë dheun dhe mesazhi i tyre arrin deri në skajin e botës. Në qiejt Perëndia ka vënë një çadër për diellin, dhe ai është si një dhëndër që del nga dhoma e tij e martesës, ngazëllon si një trim që përshkon rrugën e tij. Ai del nga një skaj i qiejve dhe rrotullimi i tij arrin deri në skajin tjetër. Asgjë nuk mund të fshihet nxehtësisë së tij. Ligji i Zotit është i përsosur. Ai e përtërin shpirtin. Dëshmia e Zotit është e vërtetë dhe e bën të ditur njeriu e thjesht. Porositë e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndriçojnë syt. Frika e Zotit është e pastër, mbetet për jetë. Gjykimet e Zotit janë të vërteta, të gjitha janë të drejta. Janë më të dëshirueshme se ari, po, më tepër se shumë ari kulluar, janë më të ëmbla se mjalti nga ai që del nga hojet. Edhe shërbëtori yt mëson prej tyre. Ka një shpërblim të madh duke i parë. Kush i njeh gabimet e tij, pastrom nga ato që nuk i shoh. Përveç kësaj ruaje shërbëtorin tënd nga mëkatet e vullnetit dhe bëj që ato të mos sundojnë mbi mua. Atëherë, unë do të jemi ndershëm dhe i pastër nga shkeljet e mëdha. U miratofshin para teje fjalët e gojës sime dhe përsijatjet e zemrës sime, o Zot, kështjella ime dhe shpengimtari im. Fjalët e urta. Kapitulli 30. Fjalët e Agurit, birit të Jahehut. Mesazhi profetik që ky njeri shpalli në Ithiel dhe në Ukal. Po, unë jam më budalla se gjithë të tjerët dhe nuk kam mendje njeriu. Nuk kam mësuar diturinë dhe nuk kam dijen e shenjtorit. Kush u ngjit në qiell dhe zbriti prej tij? Kush e ka mbledhur erën në duart e tij? Kush i ka mbyllur ujërat në rrobën e tij? Kush i ka vendosur të gjitha kufit e tokës? Cili është emri i tij dhe emri i të birit? Po qese ti e di. Çdo fjalë e Perëndisë është rafinuar me zjarr. Ai është një mburoj për ato që gjen stret tek ai. Mos u shto asgjë fjalëve të tij, që të mos të qortoj dhe të dalësh gënjeshtar. Unë të kërkova dy gjëra. Mos mi moho para se të vdes. Largo nga unë falsitetin dhe gënjeshtrën. Mos më jep as varfëri, as pasuri. Me ushqe me bukën e nevojshme. Me qëllim që pasi ti jem ngopur, të mos të mohoj dhe të them kush është Zoti. Ose pasi ti jem bëri varfër, të mos vjedh dhe të përdhos emrin e Perëndisë tim. Mos shpif kundër shërbëtorit para të Zotit me qëllim që ai të mos të mallkojë dhe ti të gjendesh fajtor. Ka një kategori njerëzish që mallkojnë atin e tyre dhe nuk bekojnë nënën e tyre. Ka një kategori njerëzish që e mbajnë veten për të pastër, por nuk janë të larë nga papastërtia e vet. Ka një kategori njerëzish që i ka syt shumë kryelartë dhe qepallat krenare. Ka një kategori njerëzish dhëmbët e të cilëve janë si shpata dhe dhëmballet e tyre janë si thika për të golltitur të varfrit mbi faqen e dheut dhe nevojtarët në mes të njerëzve. Shushunja ka dy bija që thonë, më jep,
më jep. Ka 3 gjëra që nuk ngopen kur, madje 4 nuk thon kur mjaft. Sheoli, barku shterp, toka që nuk ngopet me ujë dhe zjarri që nuk thot kur mjaft. Syrin që tallet me baban dhe nuk pranon me përbuzjet i bindet nënës, do ta nxjerrin korbat e përrojt, do ta hanë të vegjlit e shqiponjës. Ka 3 gjëra tepër të mrekullueshme për mua, madje 4 që unë nuk i marr vesh. Gjurma e shqiponjës në ajër, gjurma e gjarprit mbi shkëmb, gjurma e anijes në mes të detit dhe gjurma e burrit me një vajzë. Kjo është sjellja e gruas që ka shkelur kurorën. Ha, fshin gojen dhe thot, nuk kam bërë asnjë të keqe. 3 gjëra e turbullojnë tokën, madje 4 janë gjërat që ajo nuk mund të durojë. Një shërbëtor kur bëhet mbret, një budalla që ka buk me bollëk, një grua të urryer që gjen burr dhe një shërbëtore që i zë vendin zonjës. Ka 4 kafshë të vogla mbi tokë, por janë jashtëzakonisht të urdha. Mizat e dheut, që janë një popull pa forcë, por që e mbledhin ushqimin e tyre në verë. Lepujt, që janë një popull i dobët, por që e vendosin banesën e tyre në shkëmbind. Karkalecat, që nuk kanë mbret, por që shkojnë mbar në grupe. Hardhuca, që mund ta zësh me duar, por që gjendet në pallatet e mbretërve. 3 qenje kanë një paraqitje të bukur, madje 4 ka një ecje madhështore. Luani, kafsha më e fortë, që nuk zbrapset para askujt. Kali i luftës, që ecën i ngrefosur. Cjapi dhe mbreti kur është me ushtrinë e tij. Në rast se ke vepruar si budalla duke lartësuar veten tënde ose të ka shkuar mendja, vëre dorën mbi gojë. Sepse duke rrahur qumshtin prodhohet gjalpi, duke përdredhur hundën del gjak prej saj dhe duke shtrydhur mërin prej saj del grindja. 1 Timoteut, kapitulli i parë. Pali, apostulli i Jezu Krishtit, sipas urdhrit të Perëndisë, shpëtimtarit ton dhe të Zotit Jezu Krisht, shpresës son. Timoteut, birit të vërtet në besim. Hir, mëshirë dhe paqe prej Perëndisë Atit ton dhe për Jezu Krishtit, Zotit ton. Ashtu si të luta kur u nisa për në Maqedoni, që të qëndrosh në Efes për t'i porositur disa të mos japin mësim tjetër, dhe të mos u vën veshin për rrallave dhe gjenealogjive që s'kan të sosur, të cilat shkaktojnë ngrindje më tepër se sa ndërtim të besimit ndaj Perëndisë. Por qëllimi përfundimtar i kësaj porosie është dashuri, prej zemre të pastër, prej ndërgjegje të pastër dhe prej një besimi pa hipokrizi, prej të cilave disa u larguan dhe u kthyen në biseda të kota. Duke dashur të jenë mësues të ligjit, nuk kuptojnë as ato që thonë, as ato që pohojnë. Por ne e dim se ligji është i mirë, në qoftë se njeriu e përdor drejt. Duke ditur këtë, që ligji nuk është vënë për të drejtin, por për të padrejtët dhe të panënshtruarit, për të paperëndishmit dhe mëkatarët, për të pashenjtë dhe të ndyrët, për ata që vrasin atë e nën, për vrasësit, për kurvarët, për homoseksualet, për rrëmbyesit e njerëzve, për gënjeshtarët, për ata që shkelin betimin dhe për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndosh, sipas ungjillit të lavdisë të lumit Perëndi që më është besuar. Dhe falenderoj Krishtin Jezus, Zotin ton që më bëri të fortë, sepse më çmoi besnik, duke më vënë në shërbimin e tij, që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe përdhosës, por mu dha mëshirë, sepse i bëra nga padia në mosbesim. Por hiri i Zotit ton teproi tej mase bashkë me besim dhe dashuri në Krishtin Jezus. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë për të pranuar plotësisht, që Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, ndër të cilët unë jam i pari. Por prandaj u mëshirova, që Jezu Krishti të tregoj së pari në mua gjithë zemërgjersin për të qenë shembull për ata që do të besojnë në të për jetë të përjetshme. Por mbretit të përjetësive, të pavdekshmit, të padukshmit, të vetmit Perëndi të urtë, i qof nder e lavdi në jetë të jetëve. Amen. Po ta besoj këtë porosi o Timotej bir, sipas profecive që u bën më parë për ty, që sipas tyre të luftosh luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa, duke e hedhur tej, u bën lundërthyer në besim. Ndër këta janë Himeneu dhe Aleksandri, të cilët ja dorëzova Satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë.